Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Na jena diaspor, na jena Full Ship Show. Na jena diaspor, na jena Full Ship Show. Full Na jena Full Ship Show. 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 Full ship. Full Ship Show, yeah! Po. Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show Full Ship. Mirëmbrëma të shqiptar, man, ku do gjeni. Mirë s'ju gjem shtëpi tuaja, zoti ruaj gjithë. E nisëm zonë dhe këtë emision pak më ndryshe, se si na erdhi hapja, si Donald Trumpi. O, zot, bënë hajro, valla, nuk e di qa është kjo energji, kjo adrenalinë, vetëm se interesant është me hap emisioni si Donald Trump. Në erë spontan, marash, ha? Këtë spontan. Nuk e di veç, e kajtë kërcyme i Donald Trump shumë. Shumë interesant. Mimbroma diasporë dashur, mimbroma Kosovë, mimbroma Maqedoni Veriore, mimbroma Malizi, mimbroma Lugin, Preshe, Medveç, Bujanovës, Tërnovës, gjithë. Ku ka shqiptar? Mimbroma gjithve, mirë s'u gjejmë nga shtëpia më e madhe më e bukur e diasporës shqiptare, Full Ship Show. Tash 8 vite, mes Zvicrës në zemër Zvicrës, si gjithmonë duke promovuar suksese dhe duke promovuar yjen nga diaspora, yje shqiptare nga diaspora. Edhe duke promovuar vlera dhe histori të bukura, të mira, të suksesshme nga shqiptarët e diasporës. Ju përshëndes bashkë me Marashin, sonte vazhdojmë të emision interesant, do të rokasim diku në një tjetër sukses shqiptari në Zvicër, pra ne jemi një derë e hapur dhe një mundësi e hapur për të promovuar sukseset bizneseve ku do që janë, në Zvicër, në gjithë Evropën, në gjithë diasporën, ku do që ka shqiptarë të suksesshëm. Përveç bizneseve, ne kemi dëshirë që të kemi në misionin tonë edhe shqiptarë që janë me pozitat e larta në sektorët të ndryshme në administratën e shteteve ku ata jetojnë. Kështu që, Marash Loçka, mirëmbrëma dhe ty. Mirëmbrëma Altin. Si bro, mirë, faleminderit. A lodhesh? Ka pak. Si shkoj java? Shumë mirë. Ani shëshirë zotit, vlla. Ti, mirë. Mirë që gjikam. shkoj java. Super, shumë mirë. Shkalove? Mirë shumë, super. Si gjithmonë. Si gjithmonë. Ne, Marash, ne duhet me i falendëru sponsorët tanë. Duhet. Para se të, pas sponsorëve, do kemi një orë mësimi si gjithmonë, me rubrikën Mëso Shqip në Full Ship. Pastaj ne do të rokasim të një shqiptari suksesshëm në Zvicër, pastaj do kemi të ftuar një mysafir, për herë të parë një shqiptar nga Kumanova, i ardhur dhe me vite, se dia ka lindur apo është me vite në Zvicër, do ta pyesim pastaj, një aktor i cili ka marrë pjesë në shumë filma dhe në shumë seriale zvicrane. Për këtë do flasim pastaj. Por, derisa të vi mysafiri, vazhdojmë me lotshkanat tanë që i kemi mbështet dhe bashkpunëtorë në Full Ship Show. Faleminderit shumë Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Faleminderit shumë. Për ata që nuk e kuptojnë gjuhën gjermane, u them që fluturojnë me Pristina Ticket, nga Prishtina në Zürich, në Basel, në Gjenevë çdo ditë, por edhe në gjithë Evropën në 16 destinacionet të tjera, kështu që mirë lirë dhe mund të zgjedhni edhe ulsen, ku dëni, ku të keni dëshirë, ose nga fundi, ose nga fillimi, ose të parën, ose të dytën, ku dëni ju. Me Prishtina Ticket, pa turbulenca. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic, die Experten für Haartransplantationen in Pristina und in Shkup. Ozone Hair Clinic është klinika më e mirë, më gjigante në Prishtinë, në Ballkan, mos them edhe në Europë, e cila bën dërman, ka bo dërman, përveç që është një biznes shumë i mirë, është edhe një klinik që bën edhe mrekullinë tjera. Kështu që bën mundje rahat, bën punë fisnike, sepse një person kur e bën të ndjehet rahat me veten e tij, është 2 herë
2 herë sukses. Kështu që Ozon Hair Clinic na i mbjell floket pa efekte, pa dhimbje, dhe me mjekët më të mirë që i ka Stambolli. Ju ftoj gjithëve që të bëjeni pjesë e Ozon Hair Clinic. Ja ku e keni numrat kontaktet, Ozon më të mirët. Faleminderit shumë Advanced Dental. Das Advanced Dental Center in Pristina bietet zahnmedizinische Versorgung mit modernster Technologie und einem hauseigenen Labor. Ein erfahrenes Team von Zahnärzten sorgt für eine sehr hohe Behandlungsqualität. Faleminderit shumë. ADC Kosova është ordinanca stomatologjia më e mirë, më e suksesshme e momentit e cila ka pacient të gjithë ushtarë të këforit, pra gjithë këforin, që ta bëjmë ditur çdo javë që ta marrin vesh shqiptarët anë mban, edhe ata që s'na kanë ndjekur javët e kaluara. Gjithë këforin, pra këfori jo çdo vend i rregullon dhëmbët, por shkon te ADC-ja sepse ka besimin dhe është vërtet një ordinancë shumë e mirë. Edhe gjithë ambasadorët e shteteve të Europës apo të botës që janë në mision në Kosovë janë pacient të ADC-s Kosova, Advanced Dental Kosova. Kështu që mos e ndroni, për një buzëqeshje të mirë, të sigurt, të mjekuar, të kuruar, deri në maksimum e keni vetëm ADC në rrjetet sociale, apo Advanced Dental Center në rrjetet sociale, Facebook dhe Instagram e gjeni ADC Kosova. Faleminderit AM Food, Ihr Partner für den Vertrieb von Spezialitäten aus dem Balkan mit eigener Metzgerei. AM Food beliefert Lebensmittelläden, Imbisse, Restaurants und Privathaushalte in der ganzen Schweiz. Faleminderit shumë. AM Food, fabrika e mishit e cila na sjell mish të njom, mish të thatë, të tërtë, kualitet, cilësor dhe përveç mishit që na sjell në të gjitha marketet dhe restorantet apo shtëpitë tuaja që keni dëshirë të porosisni, na sjell dhe shijen e vendlindjes gjithë shka nga Balkani, qëfar keni dëshirë dhe oreks apo lusht për me hunger, si në vendlindje, kontaktoni AM Food dhe të gjitha produkte që i gjeni në supermarketet të turqve dhe marketet të ndryshme në Zvicër, që janë me logon e AM Foodit dhe logon Hana, janë të ardhura nga AM Food, giganti lider në Zvicër për importin e shijes apo mallrave produkteve tona. Faleminderit shumë AM Food. Faleminderit M-Transport. M-Transport bietet Haustür-zu-Haustür-Transporte zwischen der Schweiz, Deutschland und Kosovo an und behandelt jede Sendung mit größter Sorgfalt. Faleminderit shumë. Prej dere në dere M-Transport jo merr mallrat në Zvicër, u merr në Gjermani, u çon në Kosovë. Edhe në Kosovë u merr të dera. Kudo që jeni, edhe u sjell të dera në Zvicër apo në Gjermani. M-Transport është i mirë, i shpejt dhe i sigurt dhe i garantuar. Kështu që mos e ndroni, ja ku e keni numrin e telefonit. Merrni këtë numër telefoni, sa herë keni me bajt mallra nga Zvicra Gjermania për Kosovë apo nga Kosova, Zvicër Gjermani, e keni këtë numër telefoni. O, marat, më tranove. Bash si Trumpi po dukesh kërpan. Shumë e fort është kjo, shumë e fort. Gjiganta, po më rrin mirë kjo migrave? Tip top, bro. Se du mi po dhe mustaqet pak, shta mirë. Shi, du mi këthuj edhe pak, prit. Shi, sa të më rritën edhe pak, du mi po kështu si... Bone. Se ti e kupton që burat kanë mjekër. Kanë mjekër. Skënderbeu ka pas mjekër! Maj Forti. Ismail Gjemali ka pas mjekër, Adem Jashari ka pas mjekër, burat kanë mjekër! Ku të trokasim? Trokasim, apo vazhdojmë me urmësimi, trokasim dikun. Okej, trokasim dikun. Shkojmë të një zotëri i ndëruar i cili është shumë i suksesshëm sa i përket Shpiteksit në Cyri. Gani Ajdini nga Ferizaj e ka një Shpiteks me dita në Cyri, realisht shumë të suksesshme. Dhe kam dëshirë që ta nxjerr dhe ta prezantoj tek miliona shqiptarë që na shikojnë gjithë botën, por edhe tek shqiptarët e Zvicrës që kanë nevojë për Shpiteks me ditën, me pronar Gani Ajdini dhe familjen Ajdini nga Ferizaj. Kështu që shikoni reportazhin.